është e vërtet që prej vitesh nuk shohim një marrëdhënie ndërkombëtare të Partisë Demokratike me partnerët këtu. Nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara, nuk është vetëm Britania e Madhe, por edhe Gjermania dhe Franca dhe shumë të tjerë që vinë e shkojnë, ambasadorët nuk shkojnë në seli, e mbajnë marrëdhënien nëpërmjet grupit parlamentar, pra nëpërmjet parlamentit. Pra, dhe kjo është një element tjetër që nuk diskutohet në Partinë Demokratike, nuk guxon ta diskutojë. Mendoj se izolimi ndërkombëtar është një mesazh që demokratët duhet ta kuptojnë se është koha për ndryshim. Duam ne me këtë lloj kokëforcie në qasjen me ndërkombëtarët, ne thjesht po japim më shumë hapësirë, ndoshta të pamerituar Ramës dhe qeverisjes së tij për të mbajtur këto raporte ndërkombëtare. E dim gjithë si ka filluar historia, lobimi që është bërë për me non gratën, pa non gratën, roli i Sali Berishës në zhvillimet e Shqipërisë është i pamohshëm, por dhe sa duam ne ta nxjerrim nga historia apo dikush tjetër ta fusim me dhunë, ai ka vendin e vet në këtë, sepse ka qenë në përditshmëri. Dhe pavarësisht vlerësimit ndërkombëtar, ai është pjesë e historisë politike të Shqipërisë. Dhe si i tillë ka vendin e vet dhe koha do t'i japi të drejtë për disa çështje, koha do t'i japi të drejtë për disa vendime. Por në thelb ai është aty si një aset i politikës shqiptare, siç ishte Fatos Nano, siç është Edi Rama, siç ishte Ramiz Alia, kështu me radhë, figurat që kanë dominuar skenën.